Në tregun e punës në Shqipëri, gratë shtatzëna dhe nënat e reja përballen ende me forma të hapura ose të fshehura diskriminimi. Një studim i fundit nga Instituti për Zhvillim dhe Iniciativa tregon se pavarësisht garancive ligjore, shumë punëmarrëse humbasin vendin e punës ose përballen me kushte të paparabarta sapo njoftojnë për shtatzanin. Nga 207 gratë anketuara, 9% janë pushuar nga puna menjëherë pas njoftimit për shtatzani, 23 kanë ndier presion për të dhënë dorëheqjen, ndërsa 14 janë detyruar ta bëjnë atë. Në 40% e rasteve u janë ulur orët e punës ose paga dhe në 14% e rasteve janë transferuar në pozicione të tjera pa dëshirë. Pas lindjes, 19% e grave nuk janë rikthyer në punë, shpesh për shkak të refuzimit të punëdhënësit ose ndryshimit të kushteve. Kodi i punës ndalon pushime nga puna gjatë shtatzanisë dhe lejes së lindjes, si dhe çdo formë tjetër diskriminimi në punësim apo trajtim të barabartë për shkak të gjinisë apo statusit familjar. Punëdhënësi ka detyrimin të ruajë vendin e punës dhe të njëjtat kushte pas përfundimit të lejes së lindjes. Ndërkohë edhe kushtetuta dhe ligji për barazinë gjinore në shoqëri garantojnë të drejtën për mbrojtje nga diskriminimi dhe kompensim në rast shkeljesh. Megjithatë, studimi tregon se zbatimi i ligjit mbetet problematik, edhe pse 88% e grave e dinë që pushimi për shkak të shtatzanisë është ndaluar, 93 nuk kanë bërë ankime apo denoncim nga frika se mund të humbasin përfundimisht punën. Raporti vën në dukje një kontrast të madh midis ligjit dhe realitetit, ku gratë shqiptare vijojnë të dëshkohen për mëmësinë, një sfidë që kërkon jo vetëm dëshkime ligjore, por dhe ndryshim kulturor në vendin e punës.